Infeksionet urinare tek fëmijët janë një infekcion I shpesht, I të shtuquiturit trakti urinar. Një prind si mund të dallojë që fëmia e tij po kalon një infekcion urinar, ka simptoma të hershme që shfaqen? Një nga shenjat kryesore për të cilat duhet na shkojë mendja që mund të jetë një infekcion urinar I fshehur është temperatura. Kategoria më e rrezikuar janë femrat, patjetër që higjiena ngelet kryesorja. Ne dukemi si prej mishi, si prej kockash kështu, por në fakt po ta lexosh atje në libër ku thuhet që ne përbëhemi nga 60-70% ujë organizmi njeriut, nga kjo duhet nisesh që të kuptosh më njëherë se sa I rëndësishëm është uji për jetën tonë. Doktor Polongu I Boronizës është I rekomanduar për tu konsumuar për parandalimin ose shërimin e infeksioneve urinare. Ajo që parandalon infeksionet urinare është boronica e kuqe. Si mund të trajtohet një infeksion urinare? Gjithmonë nevojitet një trajtim mjekësor apo mund të menaxhohet edhe në kushte shtëpiake nëse është në fazat fillestare? Kjo është një pyetje pastaj që hap shumë dritare. Çfarë ndodh nëse lihen pa trajtuar ose nuk trajtohen siç duhet infeksionet urinare? Veshkat janë shumë të rëndësishme dhe për jetën e njeriut, por qumshtin e nënës ta nxjerr fshikza. Kur janë fëmijët e kopshteve apo të shkollave për shkak të edhe të merakut që kanë prindit për mosvajtje në tualete, por edhe për shkak të lojrave apo telefonave që konsumojnë një pjesë të kohës, harrojnë të pinë ujë apo harrojnë të shkojnë në tualet.